Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Në pjesën e parë të emisionit do flasim për kultivimin e drogës në banesat kolektive në Prizren dhe një hulumtim të realizuar për shpenzimin e parave të qeverisë së Kosovës në donacionet për Preshevën. E po ashtu, paaftësinë e institucionet të vendit për të monitoruar fondet e pranuar nga qeveria e Serbisë për komunat e veriut e Kosovës. Po shkojmë në Prizren për të ndjekur operacionin e prokurorisë për hetimin e një plantacioni të drogës. Në një mëngjes të muajit prill, prokuroria e Prizrenit ka mbledhur hetues të antidrogës për të nisur një operacion të kërkimit në një ndërtesë kolektive në të cilën dyshohet se është ndërtuar një plantacion droge. Një shtetas nga Shqipëria dyshohet se është bërë banor i lagjës dhe aty ka ndërtuar një laborator të drogës. Një ekip hetimor grumbullohet në prokurori për të hartuar planin e kontrollit dhe detajet e bastisjeve. Atër që kemi të rrështar? Kërëpëror, lidhe me rastin që kemi më masat fshefta, që kemi filluar dhe 2-3 muaj më parë. Sot kemi marrë një informacion që do të kryet një shitje narkotikëve në atë lokacion, përkundër që kemi bisedu ma herët që do të planifikojmë me urdhëesa, me kërkesa, për shkak situatës na vjen me vepru sot sa më shpejt, e mundshme. Po që orë t'ju më njëftut para prakisht edhe përmes telefonit, kështu që unë veç i fillova gjitha para përgatitjet që na me dalë edhe në teren, dhe ta njeftoj ta mbajt informuar edhe qytetarën e procedurës paraprake, për faktin se ne kemi planifikuar me qenë se jemi që nga janari, duke mosat veçanta hetimore në këtë rast, kemi planifikuar që të bëjmë kërkesë për urdhë kontroll si që se këtë. Dhe jo mirë, po me qenë se tani është diçka urgjente, do ta mbajmë informuar edhe dispozita ligjore na lejojnë që të veprojmë si data tilla. Kështu që prej momentit që më kontaktut, unë e punova edhe pjesën e skicës, që faktikisht ta kemi qartë edhe vendin ku kemi shku, sepse ne kemi bisedu për mirë, po është njëri për rasteve që s'kemi pas ma herët, që hetimet faktikisht të Gjakovës. Njësit i Gjakovës, faktikisht i hetimeve për trafikimin me narkotik, punojmë me prokurimin tonë, kështu që me qenë se tereni është në regionin tonë, në bazë koordinatave që mi keni dhënë, unë e kam përgatit këtu një pjesë, ku veç t'jemi të sigur që ato tjetë ky lokacioni faktikisht. E kemi nëzirë lokacionin, o pritët që në këtë pjesë faktikisht ne ta kemi vendin ku do të shkëmbehet narkotiku, edhe ku pritet që me gjas edhe të sigurohet edhe vendi ku dyshojmë për një laborator indoor të brendshëm. Kështu që po besoj që sa i përket pjesës tjetër, me qenë se është afati shumë i shkurt, a keni mujt me bisedu me njësitë të tjera, sepse na duhet edhe mbështetje, nuk i dihet me çka kemi me ballafaqu aty, vetëm që kemi disa persona në masat veçanta. Kështu që a keni këtë pjesë, a keni mbulu? Po, kemi mbulu. E kemi edhe njësinë e antidrogës Prizrenit, që do të na prekrojnë, gjithashtu njësitë të reagimit shpejt, një RSH, dhe patrollat tjera. Sot kemi nevojë, domethënë kemi mbulu me zyrtar. A është saktësisht vendi ku do të bëhet shkëmbimi? Aty është saktësisht. Mirë, edhe vendi ku pritet që ka me qenë laboratori. Laboratori, po. Sipas informatave që kemi, ka mundësi më konë edhe një laborator. Diçka tjetër a kemi për teren, a duhet diçka tjetër? Jo, gjithatë kemi përgatit. Mirë, atër me qenë se është edhe rasti urgjent, unë do të jem me juve së bashku. Kështu që çka do që të ketë në aspektin procedural, do të jemi së bashku edhe në aspektin juridik që mos të kemi ndonjë ngecje. Kështu që është mbarë. Informacioni se në një ndërtesë kolektive në Prizren është ndërtuar një laborator i prodhimit të marijuanës i ka vënë në lëvizje njësitë antidrogës dhe prokurorinë e Prizrenit. Në një operacion të rrezikshmërisë së lartë, njësi speciale nisi rrugtimin për tek zona ku dyshohet se është ndërtuar laboratori.
Jemi drejt obligacionit ku pritet arrestimi i personave të dyshim për shitje narkotikëve edhe për kultivim bimëve narkotike. Hetues të antidrogës dhe kryeprokurori i Prizrenit janë vënë në ndjekje të një prodhuesi të marijuanës në njërin prej banesave kolektive në Prizren. Kati i fundit i banesës ishte shndruar në një zonë të tillë ku marijuana rritej lehtësisht dhe pa ndonjë pengesë. Aty janë instaluar sistemet e ventilimit, është transportuar dheu dhe është instaluar një sistem i tharjes dhe ndriçimit. Të dyshuarit prangosen me dyshimet se kanë ndërtuar një laborator të prodhimit të marijuanës në një ndërtesë kolektive në Prizren. Policia urdhëron të sekuestrohen telefonet dhe pajisjet e komunikimit. Ka nuk u koni drejt, në ka vëzhu që e ka dhe banes. Që kjo është qëto janë bimë që ka heka, përshë, ka kultivu ma herët. Do më konë janë pas dhe fillojnë me qështot, asë ne që jesën në të mdoja, që shkanë dhe pukta. Qëtojnë që i kanë hekë ma herët, do më konë kanë pas kultivim të aktuallu ma herët. Dhe është edhe qëtojnë do bimë tekët që janë të kanë atjene. Ka po që bëjmë të që e hek kalumet. Kalumet që këmë vonë kanë hek një të paktin një dorë. Të paktin një dorë ka mosi që edhe ma shumë se një dorë janë, bjorën pytje. Kanë banesën qëtër kontrolun, të që mi kënë këta persona, në konë kënë kë, është gujerti edhe miki ti një shtetas i Shqipërisës. Apo ndryshim të? Ndryshim? Tash e këshyrim, si kjo përthot kese zdinë sampë. Këshyrim tash në e ndryshim. Apo në lëshën dritën? Dushit që e kemi edhe mocën e temperaturës? Po, macë e temperaturës është, këshë. Po macë e temperaturës, gjomat e në blokune. Në taj, shkëvetëgjimi dhe një në gjomë, ma është një balkon. Do më thonë është blokune hymja, do më thonë me mjetat fota. Do më thonë me pindejtarëve së mësunë një. Vetëm i cevi dhe dhimi që delë në balkon nuk ka të qasë e kërka. Kështu, se nga du të me dojnë prej prallë qeter, me dojnë këtë balkoni, në e. Komplet e kemi me ndryshim artificial? Po, kjo është në ndryshim artificial. Praktikisht aktualisht e kemi nxjerrë 2 dhoma të mbushura plot edhe që janë të kultivume. Po, kultivume. Po, a janë kasme praktikisht për... Jo, në këmë hada Po shikin që janë të rrugë. Buga janë, po. Pjesën tjetër, a shumë mësën më të litrë? Po, dalë më hande. Përset një, të identike janë. Të pak së të ndohet më të vogla fryti. Kjo sistemi ventilimit, njët, është i përgatitin që një profesionale. Qenë, të qash, duen, të siguresa. Në post aty në bimbe të putëna që shirë, janë. A dihet pavarësisht që sa ku janë në ato? Po, ka mos i qenë 2 muj. Pa mos i, 2 muj.
faza të sigurisë atë fazë. Shihet që është pjesa që quhet si Asadi i kësaj pjesës të. Asadi tash mund të bëhet gati për pjesën tjetër, domethënë. Masi përfundojnë këto, i kultivova ato. Ajo që është interesante është fakti që ventillimi duket që është i nivelit shumë profesional, sepse edhe brenda është probleme ndëgjuar unë. Edhe mos e merr aku fëmijë. Fëmijë nuk ka tash, domethënë dy banesat kursore i ka marrë këtë, domethënë njëra tjetër fëmijë. Janë. Edhe ajo tjetra më në komodit, nuk ka mos i çesh se tan kushu se janë jashtë apo diçka. Shqipo nga korridori që nuk ka. Janë rromë ka. A dihet sa bimi kemi këtu? Jo, nuk kemi pritëm juve. Ne apo autorizimet për procedurat tash më të tjeshme mas përshqim dhe në gjojës. Ne më imi me thirrshim teknike, me bëhu punën e vetë ata, marrin kaj mostër, jetin qirat, që mi azgjështojnë nga bushat duajmë. Me vazhdojmë me procedurat, po është e rëndësishme që me famës kemi edhe ndaj objekt tjetër. Te hyrja atë nuk ka atje, është kontrolluar atje në bazë të punës tonë nuk ka kontrolluar. Domosdoshmë është vetëm këtë. Sa dyshuarit kemi të arrestuar me ita? Sa që kemi 3. 3. Domethënë kemi shtetasin e Shqipërisë? Po. A ke po sosin dy tjetër? Po nuk di gjë. Do nuk di. Falem shumë. Faktikisht tre të pandehurit që i kemi gjetur në njësinë tjetër banesore është i njëjti qenë, i cili e ka hapur edhe atë derë, po e ka hapur edhe këtë derë. Gjithçka fillon të kontrollohet me detaje. Laboratori ishte krijuar në 2 dhoma të një banese në katin e fundit të ndërtesës, të cilat ishin të mbushura me bimë narkotike. E po ashtu në dhoma tjera gjendet dheu i cili ishte përdorur për rritjen e bimëve, e po ashtu kultivimi i quajtur rasati bimëve narkotike. Këtu jemi në njërin prej lagjeve të Prizrenit. Faktikisht është njëri prej hetimeve që kemi aplikuar masat e veçanta hetimore për rreth 3 muaj. Në vazhdimsi me njësitin e hetimeve të trafikimit me narkotik njësia në Gjakov, kemi zhvilluar hetime në këtë rast dhe më pas në ditën e sotme, pas informatave të marra të sakta, zbashku me antidrogën regjionale të Prizrenit dhe atë të Gjakovës, si dhe njësi tjera mbështetëse, kemi ardhur në aksionin cilin faktikisht e vlerësojmë që ka rezultuar me sukses. Jemi këtu në katin më të lartë të njërës prej banesave të banueshme me banor, ku kanë, si shihet, kanë arritur që në këtë ambient, këtu në këto lartësi faktikisht të krijojnë një laborator indoor të brendshëm dhe shihet që janë 2 dhoma i kemi gjetur të stërmbushura. Është një tjetër që përgatitet faza fillestare dhe tjetra shihet që vetëm një pjesë veç kanë arritur, domethënë ta tërheqin dhe t'i kpusin faktikisht sepse kanë kaluar në fazën e shitjes. Është njëri prej rasteve që dëshmon që faktikisht krimi në çdo vend gjen mënyra edhe madje edhe në pjesë të qytetit, por është fat i mirë që i kemi rënë gjurmë duket që në kohë dhe kemi arritur që ta zbulojmë pothuajse tërë grupin. Kemi arrestuar për momentin 3 persona, por jemi në kërkim edhe personave tjerë. Kemi 2 shtetas të Shqipërisë, kemi një nga regioni i Prizrenit dhe tani më kam udhëzuar dhe kam urdhëruar hetuesit që të veprojnë edhe për njërin qytetar që është i dyshuar faktikisht në regionin e Prishtinës, ku atje do të kryejmë kontrolle dhe bastisje urgjente për faktin se dyshohet që ai është personi kryesor që ka krijuar gjithë këtë skemë faktikisht. Shihet që ka ventillim bukur të mirë, shihet që ka ndriçimi është i tëri artificial. Këto janë njëra prej formave që bëhen në vende të mbyllura, ku faktikisht ka dritë artificiale, është mbyllur gjithçka në gjitha anët dhe jo rastisht zgjedhen katet e fundit, këtu jemi katin e 7, jo rastisht zgjidhen këto kate për faktin se qasja janë më të izoluara dhe qasja e qytetarëve, banorëve, por edhe policisë pa pas informata të sakta është shumë e vështirë, sidomos kur kemi parasysh që kanë arritur ta krijojnë një sistem bukur profesional ku shihet që e kanë krijuar edhe rezervoarin
aty të ujit është i ndërtuar gjithandej edhe sistemi i quajtur pik-pik ku gjithçka me ku i vije edhe uji, ventilimi është në vazhdimsi, janë motësit, është gjithçka faktikisht dhe mirë po e mira e gjithë kësaj është që ne jemi këtu dhe jemi sot për t'i kputur gjitha këtu dhe për ta ndalur një krem i cili po vazhdonte të zgjerojë dhe në këtë rast u bëj thirrje edhe qytetarëve që të kenë kujdes në raste të tilla, sa herë që shohin gjëra të dyshimta, mos ta evitojnë asnjë rast, po të lajmërojnë hetuesit, të lajmërojnë organet e drejtësisë dhe policinë. Qëndrimi i kryqëzve të tillë veprave penale nëpër ndërtesa pos që sjell krime dhe problematike shpërndarje të narkotikëve për banorët, për rreth këto raste mund të vinë edhe deri tek vënia e zjarrit edhe gjithë banesa, sepse shihet që kemi një sistem ku gjitha kabllot janë të shpluara dhe shihet që faktikisht krimi nuk është ndalur në asnjë mënyrë dhe për asnjë moment dhe kanë vazhduar edhe të shesin edhe nga ky vend. Ne kemi prova besoj të mjaftueshme që ta dëshmojmë këtë para gjykatës dhe së shpejti do t'i vëmë para drejtësisë dhe do të parashtrojmë kërkesën për paraburgim për gjithë personat. Por ta shohim se çka do të ndodhë tutje dhe ta shohim se çka do të na sjell edhe bastisjet që do t'i kemi në regionin e Prishtinës. Këtu si shihet e kemi një pjesë ku faktikisht narkotiku i cili vetëm se është putur, është mbledhur dhe besoj që edhe është shitur. Pjesa tjetër shihet ku është përgatitja, ku janë rënd e vogla, faktikisht këto pritet që të kalojnë në dhoma tjera, dhe të krijohen pjesa që deri te kultivimi. Këtu i kemi dhomat. Kjo pjesë është njëra prej dhomave të stërmbushura me narkotik, është edhe maci për temperaturë, shihet është ventilimi profesional, është ventilimi përmes ventilatorëve kështu që nuk lejojnë edhe erën dhe bëjnë edhe tharjen e tyre. Është një katramure vërtet, dhe shihet që do ta bëjmë edhe një ekzaminim edhe kyhet vetë zjarri se çka do ndodhë. Këtu kemi një dhomë të madhe. Edhe ajo çka nuk konstatoj, po më dyshi, është fakti që edhe kjo ka qenë stërmbushur me narkotik. Dhe shihet që ka këtu rrënd të kputura të cilat kanë mbetur nga kultivimi i narkotikut. Shihen edhe këto vazo tjera, po mbi të gjitha shihet si çfarë ventilimi ka të instaluar. Këtu e kemi edhe rezervuarin që ka arrit në kotin e 7 ta ndërtoj, është motori aty dhe është sistemi që prej këtij rezervuari faktikisht ka vazhduar dhe gjithë pjesën, hapësirën e banesës në për gjitha dhomat faktikisht e kanë bashtur ujin që quhet edhe si sistemi pik-pik që në rastet e narkotikut i nevojitet një sistem i tillë. Në ndërkohë hetuesit kanë identifikuar edhe një lokacion tjetër në Prishtinë, në bodrumin e një shtëpie është tentuar të ndërtohej në laborator tjetër i marihuanës. Ne personin nga Prishtina? Personin nga Prishtina jemi të shumë të shumë. Tash vështirë me ashtu. E kemi lokalizuar poshtë. Vendin pavarësisht e dim poshtë. Kia është lokalizuar poshtë, tash vetëm kjo është alatë. Sushim pa marrë tu diçka veprime konkrete këtu. Me një kapa atje. Tash vazhdojmë të përcjelluar atje, mirë që mos na ikë vajna, na e dim që për aplikimit të mosave të veçanta kemi prova të mjaftueshme çfarë është implikuar. Kështu që vazhdojmë me hapa të tjerë edhe mundemi me pasë mundet të dhënë më na dalë në një laborator tjetër. Faktikisht është komplet laborator indoor. Kështu që duket që kemi kryer një punë suksesshme. Hetuesit fillojnë me numrimin e bimëve narkotike dhe heqjen e tyre, gjithashtu fillon edhe shkatërimi i laboratorit të drogës e po ashtu ventilimi i cili në balkonin e banesës ishte vendosur brenda një kuzhine për të mos rënë në sytë e personave të tjerë. Operacioni i prokurisë së Prizrenit dhe njësive të antidrogës përfundon me të arrestuar. Ata dërgohen në paraburgim ndërsa procedurat e tyre do vazhdojnë për të zbardhur të gjitha rrethonat.
Prokurori kthehet në zyrën e tij për t'i pritur edhe informacionet e tjera të cilat mundsuan që në fund në Prizren e Prishtinë të arrestohen 7 persona të dyshuar lidhur me këtë hetim. Faktikisht në aksionin që e kemi zhvilluar ditë më parë, aty kemi arrestuar 3 persona, të cilët janë kapur në vendin e ngjarjes, faktikisht në objektet banesore ku po kultivohej narkotiku Cannabis sativa, kështu që pas kësaj ne kemi ndaluar 3 të dyshuarit dhe më pas kemi parashtruar kërkesë për caktim masës paraburgimit për çka dhe gjykata ka caktuar masën e paraburgimit. Ndërkohë ne kemi vazhduar me zhvillime hetimore, me ndërmarrje të veprimeve hetimore intenzive edhe më tutje, kemi pas edhe persona tjerë cilëve që kanë qenë zbuluar, por kemi zbuluar edhe persona tjerë dhe ndërkohë tani së fundmi faktikisht kemi pas edhe një aksion të ri, po për të njëjtin grup, ku kemi arrestuar edhe 4 persona. 2 prej tyre janë pjesë e grupit ndër më të rëndësishmit, që kanë organizuar grupin faktikisht që kanë bëjnë me veprën penale të kultivimit të bimëve të narkotikëve dhe po ashtu edhe të shpërndarjes dhe shitjes narkotikëve në sasi të mëdha, përderisa 2 të tjerë janë arrestuar për shkak të ndihmës në kryerje të veprave penale të kultivimit të narkotikëve. Me arrestimin e këtyre personave faktikisht kemi sekuestruar edhe pasuritë specifikuara, kemi ngrirë dhe sekuestruar faktikisht 2 objekte banesore, kemi sekuestruar vetura, të holla të gatshme dhe po ashtu me këtë aksion ne kemi sekuestruar edhe një sasi rreth 1 kilogram kokain me rastin e arrestimit tek njëri prej këtyre të arrestuarve të fundit. Vlen të theksohet që në aksionin e parë cilin e filmuam faktikisht ne ka qenë një aksion dhe operacion i mirë organizuar, sepse kanë qenë hetime intenzive 3 mujore ku kanë rezultuar me zbulimin dhe shkatërimin e një laboratori indoor të brendshëm të bimëve Cannabis sativa në qytetin e Prizrenit, siç e keni parë në njërin prej objekteve banesore në katin më të lartë, po të njëjtën ditë me urdhër tonin faktikisht është kontrolluar bastisur edhe një shtëpi në Prishtinë, ku në bodrumin e asaj shtëpie faktikisht pjesë e këtij grupit veç se kanë filluar ndërtimin e një laboratori tillë me përmasa edhe më të mëdha, por është fat që e kemi zbuluar në kohë të hershme dhe ende pa u mbjellur bimët, ne e kemi shkatëruar dhe gjitha këto janë legjitimuar me urdhër të gjyqtarit procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prizren. Faktikisht është një kombinim i atyre që janë të Shqipërisë dhe të Kosovës, por kryesisht dyshohet që grupin e kanë udhëhequr të dyshuarit nga Prishtina, sepse ka nga Prishtina, ka nga Shqipëria, ka nga Prizreni, ka regione ndryshme dhe ende jemi duke vazhduar edhe zbulimin e personave tjerë cilët në mënyrë direkte apo indirekte kanë qenë të involvuar. Ne, së bashku me policinë, por edhe me gjykatën, nuk do të tolerojmë në asnjë mënyrë asnjë veprimtari të kundërligjshme që cënon shëndetin publik, por edhe sigurinë e qytetarëve. E kemi dëshmuar dhe po vazhdojmë ta dëshmojmë andaj besimi i qytetarëve shumë i rëndësishëm që të bashkëpunojnë me institucionin e prokurorit të shtetit, po ashtu edhe me policinë, sepse bashkëpunimi i tyre në kohë për çfarë do dyshimi do të na jap rezultate të cilat faktikisht ne edhe me këtë operacion e kemi dëshmuar që jemi të vendosur. Më lejoni të theksoj faktikisht që me rastin e marrjes së pozitës së kryeprokurorit në planin e punës, në top prioritetet, krahas fajdeve, korrupsionit, veprave penale të dhunës familje, veprave penale kundër mjedisit, ka qenë edhe narkotikët, për çka edhe pas këtij operacioni më lejoni t'ju tregoj që vetëm brenda 4 mujorit të parë, nga janari deri në prill, ne kemi arrestuar hiç më pak se 124 persona për vepra penale të narkotikëve në regionin e Prizrenit. Prej tyre 36 janë vetëm në departamentin e krimeve të rënda, 28 prej tyre pra janë të arrestuar dhe në për paraburgime që kanë bëjnë me shitjet narkotikëve. Shitjes dhe shpërndarjes narkotikëve, përderisa 8 prej tyre janë kultivues të bimëve të narkotikut. Kjo tregon që kemi qenë shumë bashkëpunues edhe me policinë, edhe me qytetarët dhe kemi qenë vendosur dhe vazhdojmë të jemi të vendosur sa herë që të ka raste të tilla, shteti do të veprojë dhe do të japim grusht fort këtyre kriminalëve, të cilët faktikisht duhet t'i kapim fazë të hershme dhe mos ta lejojmë që me këtë veprimtari edhe të cënohet edhe rinia që është edhe si pjesë më vitale e shoqërisë. Statistikat flasin që rastet e drogave më të rënda, siç është njëra prej 5 drogave më të rënda dhe më të rrezikshme kokaina, faktikisht është në rritje.
Shihet që edhe vendi nuk është imun ndaj këtyre veprave penale, edhe konsumusve të tillë, edhe vetë fakti që kemi arrestime të shumta faktikisht janë diku 28 raste faktikisht që kanë të bëjnë me rastet kokainës që i kemi në regionin tonë, vetëm brenda këtij 4 mujoshi, kështu që padyshim që këto raste janë duke u shpeshtuar, por mos të harrojmë se ne kemi kufirin me Shqipërinë, që jo rrallëherë na sjell edhe vepra penale, na sjell kontrabandime të ndryshme, po edhe narkotik, kështu që ka raste të cilat ne kemi kapur narkotikun, kokainën, i cila nuk ka qenë destinacion qyteti jonë, po ndoshta edhe jo dhe Kosova, po ka qenë vetëm tranziti ku ka pas për të kaluar dhe edhe këto raste i kemi arrestuar. Ajo që shihet, që kemi edhe përdorus të kokainës, janë disa përdorus që janë me sasi shumë të vogël dhe faktikisht kemi pa raste që në shumicën e rasteve këto narkotik që janë bukur, kanë kosto të lartë faktikisht në tregun që shritet faktikisht 1 gram shkon nga 70 deri 100 euro, 1 gram i kokainës, por këto zakonisht na rezultojnë që janë të përzira dhe kjo e shton rrezikun edhe më shumë edhe për konsumuesit. Madje është edhe si rrethon kualifikuese e veçantë kur ato përzihen dhe rrezikojnë shëndetin e konsumuesve. Shikues të nderuar, ne kaq kishim për pjesën e parë të shkatërimit të laboratorëve të drogës në Prizren e Prishtinë. Tani po juftoj të ndiqni reportazhin e kolegës Ernesa Aliu, e cila ka hulumtuar rrjedhën e fondeve të qeverisë së Kosovës për në Preshev. Qeveria e Kosovës po ndan mjete për të përkrahur luginën e Preshevës. Mirë po ndarja e fondeve në Preshev me Dvegje Bujanoc është shoqëruar me akuza e probleme të transparencës, pasi raportet për zbatimin e projekteve nuk janë publike, ndërsa qeveria ka pranuar të ofrojë përgjigje për mjetet vetëm kur emisioni ynë ka bërë ankesë në Agjencinë për Informim dhe Privatësi. Në anën tjetër, qeveria e Serbisë është plotësisht jo transparente në ndarjen e fondeve, të cilat hyjnë dhe investohen në Kosovë. Një pjesë e këtyre mjeteve janë denoncuar me probleme korrupsioni, mirë po ende në Serbi nuk ka hetime të qarta për pretendimet për korrupsion. Për disa muaj me radhë kemi tentuar që të zbardhim ku përfundojnë fondet e dy qeverive, edhe pse edhe në Serbi po edhe në Kosovë ka akuza serioze që fondet që qeverit i ndajnë nuk menaxhohen si duhet. Qeveria e kryesuar nga Albin Kurti disa herë ndau fonde për 3 komunat, Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc. Në Kosovë u krijua përshtypja se u ndan disa miliona për shkak se njoftimet e qeverisë u bën publike si të tilla. Mirë po në realitet, akuzat janë se një pjesë e madhe e mjeteve nuk kanë arritur të shpenzohen, ndërsa një pjesë tjetër është shoqëruar me afera dhe dyshime për keqpërdorime. Me datën 21 nëntor 2024, Kallëzo për një me ka kërkuar nga qeveria e Kosovës raportet e implementimit të projekteve që janë financuar nga qeveria e Kosovës në komunat Preshev, Medvegjë dhe Bujanoc. Qeveria nuk ka pranuar të ndajë raportet financiare dhe raportet e përmbushjes së këtyre projekteve, ndërsa me datën 16 janar 2025, Agjencia për Informim e obligon qeverinë të ofrojë të dhëna për këto projekte. Përgjigjja e qeverisë së Kosovës është e shkurtër. Nuk kemi raporte nga komunat përkatëse, pasi ato nuk kanë zbatuar projektet, programet me qeverinë e Republikës së Kosovës. Duhet të udhtojmë në Preshev e Bujanoc për të kuptuar se ku kanë shkuar mjetet që qeveria e Kosovës i ndau për qytetarët atje. Mjetet që ndan qeveria e Kosovës për luginën e Preshevës, sipas një memorandumi bashkëpunimi, bartën tek Këshilli Kombëtar Shqiptar, institucion i cili përfaqëson interesat e komunitetit shqiptar përballë institucioneve shtetërore të Serbisë. Por të dhënat nga institucionet atje tregojnë që buxheti i ndar për vitin 2024 nuk është shpenzuar për shkak të problemeve ligjore, ndërsa buxhetet paraprake për 2023 dhe 2022 u shoqëruan me probleme. Visar Mehmeti, pjesë e opozitës në Preshev, pretendon se një pjesë e mjeteve u ndan për simpatizant politik. Qeveria Kurti është qeveria parë e cila seriozisht e ka marrë mbështetjen e shqiptarëve të luginës Preshevës, duke nda mjete me milionësha. Po them me milionësha duke ditë se më herët janë nda ca mjete nga qeveritë e kaluara, mirë po këto mjete kanë qenë shumë të pakta në krahasim me qeverinë edhe kryeministrin Kurti.
kjo ka fillu me ndarjen e buxhetit për vitin 2022, ku janë nda 2 milion euro për luginën e Preshevës. Vendimin e parë, qeveria e atëhershme e ka dhënë për 2 milion euro për komunat Preshev, Bujanoc dhe Medvegjë. Mirë po brenda kohës, ky vendim është ndrru nga qeveria dhe këto mjete janë dedikuar për Këshillin Nacional Shqiptar. Prej këtyre 2 milion eurove që janë dedikuar për Këshillin Nacional Shqiptar, 1.2 milion euro janë ndarë për shoqëritë civile, për organizatat jo qeveritare, ku me këto mjete, besoj gjithë e din si ka shku rrjedha e këtyre mjeteve, ku është bërë mund të them, një keqpërdorim i papar nga udhëheqësia e atëhershme e Këshillit Nacional Shqiptar, së bashku me këshilltarën e tanishme të Zotit Kurti dhe kryetarën e tanishme të komunës së Preshevës, zonjën Ardita Sinani. Këshilli deri tash i ka 4 fushat, cilat bojnë me arsimin, gjuhën, kulturën dhe simbolet kombëtare. Kështu që në shikim të parë, mjetet që janë ndarë, po lidha prapë me vitin 2022, kanë qenë për shoqërinë civile. Në shikim të parë, asgjë s'ka pas, si të them, diskutabile deri momentin që janë u shpall konkursi dhe janë ndarë mjetet. Mirë po, kemi parë na tash e kemi një rast, një precedent qofse mujë me qujtën, është rasti në vitin e kaluar kur qeveria Kosovës, ka ndarë 1 milion euro për buqit e luginës Preshevës, ku këto mjete janë munduar të shkojnë përmes Këshillit Nacional Shqiptar, ku e dim edhe ne atëherë kemi ngritë zonin, edhe vazhdojmë me ngritë se Këshilli Nacional nuk ka fush për bujqësi, duke e ditur që edhe komuna e Preshevës, edhe komuna e Bujanocit ka shërbime të cilat munden me u marrë me këtë çështje, mirë po kjo nuk ka ndodhur dhe pasi është kry të gjitha procedurat konkursi, Ministria përkatëse e drejtave njeriut dhe pakicave në të cilën funksionon edhe Këshilli Nacional Shqiptar, e ka anullu atë vendim dhe për momentin këto mjete janë bllokuar. Me disa vendime, qeveria e Kosovës ndau rreth 8 milion euro për luginën e Preshevës. Fondi nuk ka arriti të shpenzohet në plotni dhe mjetet u kthyen në buxhetin e Kosovës. Qeveria kishte vendosur që këto mjete të ndaheshin për Këshillin Nacional Shqiptar në Lugin, por mekanizmi nuk arriti të shpërndajë të gjitha mjetet. Shkelja më e madhe ka ndodhur vitin 2022, ku janë keqpërdor një shumë marramense diku mbi 1.2 milion euro. Vlen të ceket, adresimin e parë për keqpërdorimin e këtyre mjeteve e kanë bë partitë të cilat janë bashkëqeverisëse në Këshillin Nacional Shqiptar. Këshilli Nacional Shqiptar, në bashkëqeverisin e Këshillit Nacional Shqiptar janë 4 parti. Prej këtyre 4-ve 3 kanë bërë shkresë zyrtare, vitin 2022 ju kanë drejtu qeverisë Kurti edhe kryeministit Kurti, duke shpreh pakënaqësitë e keqpërdorimeve të fondit që është ndarë nga qeveria Kurti. Edhe vlen të ceket se po kjo përbërje e Këshillit Nacional, qeveria Kurti për vitin 2023 ka nda prap 2 milion euro. Mirë po kjo shumë nuk është shfrytzu fare nga Këshilli Nacional Shqiptar, me arsyeën pse unë personalisht si kryetar partije publikisht ju kam adresuar duke lypë sqarim nga ish kryetari i Këshillit Nacional Shqiptar se përse këto mjete duke ditë se veç janë nda nga qeveria Kurti, pse këto mjete nuk janë shfrytzuar as pak nga Këshilli Nacional Shqiptar. Ndërsa për vitin 2024 që e lam
mbrapa, qeveria Kurti ka nda 3 milion euro. Nga këto 3 milion euro, vetëm 1 milion janë shfrytzu vitin e kalu, ku janë nda për studentët, ndërsa 2 milion euro të tjera nuk janë shfrytzu prap për popullatën e Luginës Preshevës. Kur ta marrim në përgjithësi, 2 vitet e kaluara, Këshilli Nacional Shqiptar ka humbur 4 milion euro të dedikuara nga qeveria e Kosovës për shqiptarët e Luginës, për pazaret edhe teket e partnerëve koalicionar se kush çka duhet me marrë më shumë prej këtyre 4 milion eurove. A ka naj OJQ që ju e dini me emër dhe mbi emër, sa ka përfituar pikërisht për shkak këtyre lidhjeve të afërta? Ka plot, është, siç e theka në fillim, jo njerëzit më të afërt të Ardita Sinanit, kryetarës së tanishme të komunës së Preshevës, duke fillu prej njerëzve të cilët i ka pas në 2021 në kabinet, dhe tash i ka shefi kabinetit të tanishëm i ka marrë në 2022-ën dikun 49.000 euro. Pjesëtari tjetër i kabinetit, gjithashtu, Fatos Hyseni, këto janë këtë me fakte të dëshmuara, i ka marrë 43.000 euro me një shoqat fantome e cilë nuk ka as adres, e cila është hapur pasi është shpall konkursi. Shefi kabinetit e kryetares së Preshevës, Besim Shabani, është njëri nga përfituesit e grandit të ndarë nga fondet e qeverisë së Kosovës. Shabani ka qenë i paraqëm për ekipin ton, pasi nuk është përgjigjur. Ai figuron si pjesë e organizatës me emrin Agjencia për Zhvillim dhe është njëkohësisht shef i kabinetit e kryetares. Një person tjetër që është përmendur gjatë kësaj kohe është edhe Fisnik Beluli. Ai përfitoi rreth 18.000 euro për mediumin Infovike. Ky person ishte pjesë e kabinetit të Shaib Kamberit në kohën kur ai ishte kryetari Bujanocit. Ju keni qenë në listën e përfituesve, pra keni përfituar 18.000 euro përmes portalit Infovike. A është e vërtetë që më herët keni qenë shef i kabinetit në qeverisin e Shaib Kamberit në Bujanoc? Po. Ka pretendime që pra këtë grant që i keni përfituar është bërë për shkak të lidhjeve të afërta që i keni me politikanë në këtë rast? Nuk qëndron ajo. Që tamam puna nuk qëndron ajo. Po të afërta pozita që i keni pas? Ditën e mirë. Njerëz të tjerë të partive politike përfituan nga fondet e qeverisë së Kosovës, të ndara për OJQ në Preshevë. Gani Veseli mori 45.000 euro për një projekt të filmave. Ai sot është asamblejist i partisë Ardita Sinanit. Alo? Përshëndetje. Po? Apo bisedoj me Gani Veselin? Po, vetëm unë. Jam Ernesa, gazetare prej Kallzo.com. Jemi të trajtu një temë cila ka të bëjë me një thirrje publike që ka qenë e hapur në nëntor të vitit 2022 për disa mjete që qeveria e Kosovës i ka ndarë për luginën e Preshevës, edhe pashtë në kuadër të përfituesve, jeni edhe jo, edhe keni përfituar në vlerë 45.000 euro një grant për realizimin e disa storjeve, nëse nuk gaboj. Jo, si janë story, ato janë filma. Hiç mos e vazhdo që po të kallzoj. Çaj grandi, çështu të më thonë të shpik, të bo mediat fjalë pa fjalë, arritën që filmat të më ndërprejtën në Serbi, arritën që në qunë gjykat të lartë në Serbi, që rrezikova gjithë shka edhe që u deshtë në mbrojtën në simbolin deri në fund, që përfundoha në fund që të më të shfaqen filmat. Më thonë, thjesht është një konkurim që ka qenë i zakonshëm, si artist, si producent, si aktor, kjo ketë. Tash nuk e di ju çfarë volumtimi po boni, po është procedurë mbyllur me 5 filma që keni në YouTube, çfarë do të thashë. Ju jeni këshilltar në kuvendin komunal nga radhat e Partisë për Veprim Demokratik, edhe pretendimet janë se për shkak të lidhjeve tuaja të afërta me njerëz të politikës atë ka lidhje me këto. Tash unë s'u do të vazhdo kurrë. Kjo ka lidhje, ajo ka ndodhur 2008, a unë jam këshilltar që 6 muaj. Nuk ka lidhje
mos i lëni këto sende se asnjë send s'ka lidhje. Po mjetet, a i keni marrë për krejt këtë punën që e keni bo? Që e keni përfitu grandin, 45.000 euro? Sigurisht se s'ni kisha realizu 5 filma, patjetër. Kryetari i Bujanocit, Albert Pajaziti, ka akuzat e forta se mjetet po përdoren për të mbështetur kundërshtar politik. Qeveria e Kosovës ndër vite ka pas disa iniciativa për të mbështetur shqiptarët e luginës Preshevës. Gjithmonë kemi përshëndetur çdo iniciativë që është ndërmarrë. Mirë po, në vitin 2022, siç tashmë opinioni i gjerë e din, ato mjete u keq përdoren dhe shkuan në xhepat e disa funksionerëve apo militantëve të një partie politike dhe ato vjete nuk shkuan në asnjë formë tek qytetarët. Edhe në vitin 2023, buxheti ka qenë i njëjti paraport 2 milion. Nga ato mjete kanë ardhur vetëm një përqindje shumë e vogël për disa bursa studentëve kështu me radhë. Mirë po, pjesa tjetër mbeti e pashfrytzuar. Në vitin 2024 gjithashtu u rrit për 3 milion, për vitin 2025 është prap 3 milion, mirë po ato mjete nuk po vinë tek qytetarët. Kjo edhe për fajt të qeverisë Kosovës, po edhe për fajt të Këshillit Kombëtar Shqiptar, sepse qeveria e Kosovës ka bërë një memorandum bashkëpunimi me Këshillin Kombëtar Shqiptar dhe përmes Këshillit Kombëtar Shqiptar ka tentuar që të shpërndajë ato mjete, mirë po ato herën e parë u keq përdorën, ndërsa herave tjera nuk po vinë për shkak të paaftësisë së tyre. Nuk e dim arsyet konkrete, megjithëse disa informacione që i kemi është se mjetet kanë dashur të shpërndahen nëpër organizata jo qeveritare. Këtë vit ka pasur një konkurs të hapur për të ndihmuar bujqit në Lugin. Gjithashtu e dim se bujqësia nuk është shtyll apo nuk është sektori i cili duhet merret Këshilli Kombëtar Shqiptar dhe kjo po dështon dhe po zvarritet në vazhdimsi. Gjithashtu ne si komunë i kemi dhënë edhe ofertën tonë që t'i asistojmë në shpërndarjen e këtyre mjeteve, mirë po prap kjo po del të jetë se ato mjete nuk janë të interesuar që të shkojnë tek qytetarët, por të shkojnë në duart e disa militantëve të një partie politike, të cilën sot qeveria në të kaluarën vetvendosja e ka përkrahur e që edhe në zgjedhjet e fundit në Kosovë duket se aktivistët dhe udhëheqësit e Partisë për Veprim Demokratik të Shejb Kamberit ishin pjesë e fushatës zgjedhore të vetvendosjes së Albin Kurtit dhe këtu po shihet qartë se tendenca është ndikimi shtrirja politike dhe jo ndihma konkrete për qytetarët tanë. Në shikim të parë, ndihma duhet të jetë e bollshme, e mjaftueshme, për shkak se nuk ka pasur në të kaluarën ndihma të tilla. Ka pasur ndihma shumë të vogla. Mirë po, fakti që ato ndihma nuk po shkojnë tek duart e qytetarëve, kjo na shqetëson pamas. Ta bëjmë një krahasim ndoshta me Republikën e Serbisë, ku i ndihmon pakicën serbe në Kosovë. Kjo cifër do të ishte ndoshta qesharake, për shkak se 500 milion euro ndahen nga shteti serb për pakicën serbe në Kosovë, ndërsa për pakicën shqiptare në Serbi është shumë e vogël. Mirë po, megjithatë, nëse shkon në duart e qytetarëve, edhe do të ishte e mjaftueshme, por neve është e rëndësishme kujdesi që tregon qeveria e Kosovës në deklarativisht apo në vendimet që le të merr. Mirë po, në zbatim kjo po ngec për fatkeq dhe po dështon në realizim. Kryetaria e Preshevës Ardita Sinani nuk ka pranuar në asnjë formë të përgjigjet për akuzat që janë drejtuar asaj, pavarësisht tentimeve të shumta nga Kallzo Pernime. Njëjt ka refuzuar të përgjigjet edhe kryetari aktual i Këshillit, Enkel Rexhepi. Ndërsa këto akuza i ka mohuar ish kryetari i Këshillit Ragmi Mustafi, duke i quajtur si të pavërteta, derisa thotë se nga këto fonde kanë përfituar edhe njerëz të opozitës, përfshirë këto edhe bashkëshorten e Visar Mehmetit. Shkurt e Shqip asnjë s'është e vërtetë. Janë të përcaktuara të gjitha procedurat të cilët janë mirëmbajtë, që në kupton. Vendimi ka kaluar në Këshillin Kombëtar, ka kaluar në Këshillin Ekzekutiv. Është formuar komisioni përkatës për menaxhimin përkatësisht hapjen e thyrjeve dhe përfundimin e thyrjeve. Kanë dalë listat në mënyrë publike dhe krahas listave në mënyrë publike dhe raportit që kanë bërë komisioni, ka ardhur te kryetari për të nënshkruar kontratat e 75 teksteve, 75 projekteve, të cilët ishin mbuluar nga thirrja publike që është bërë për arsim, kulturë, informim, përdorim zyrtar të gjuhës së shkrimit shqip, kuadër të secilës janë mbuluar fushat me të cilat funksionon Këshilli, përtej asaj janë mbuluar fushat
për cilët ka pas nevojë. E tash, unë do t'isha shumë i lumtur që gjithë ata të ishin antar të partisë cilës si përkas, ndryshe do t'i kisha fitu me 90% zgjedhjet. Po ja, po t'i jap disa shembuj. Jeton Ismaili, një është gazetar, ka pas një fond. Është Riad, tash më kujtohet, kanë qenë tafërt e ish krijetarit të Preshevës, që i ka pas në kabinet përfshim në projekte. Kanë qenë madje edhe Zoja, e nderuar e krijetarit Visar Mehmeti, e përfshime në projekte të cilët kanë qenë të përfituara nga thirrja publike që e ka bërë Këshilli Kombëtar Shqiptar. Pra, në rast edhe ajo është, mua do të më nderonte me mbështetjen e saj, po thjesht e dishoj. Andaj, as nuk ka pas anime politike, as nuk ka pas keq menaxhim ose keq përdorim, dhe përteja saj ka qenë ndër konkurset më të mira të realizuara deri atëherë, e besoj që deri më tash, fondi ka pas disa revidime. Pra, krijetari i tij para prak që ka qenë Shqipëri Marifi, ka bërë kallëzim penal edhe në prokurorinë e Kosovës, njëjtë landa u shu edhe në prokurorinë e Serbisë. Nga dyjat, nuk ka pas aktivitete të cilat kanë identifikuar ndonjëra nga këto që ai pretendon. Mjetet fillimisht për të ardhur ne shkojnë në Bankën Popullore të Serbisë, Narodna Banka e Serbisë, e cila paraprakisht për të disbursuar mjetet, kërkon dokumentacionin përkatës për çfarë qëllimi dhe ku do të përdoren, dhe pse do të përdoren ato mjet. Pra, ne kem ndjek çdo procedurë me përpikmëri, dhe krahas kësaj përpikmërie kem realizuar fondin në vitin 2022. A është person i afërt gruaja e shoqja, bashkëshortja e Visarit? A është person i afërt me të? Çfarë nuk kupton kjo? Besimin atë kohë, sa ka përfitu ka qenë involvuar në 3 ose 4 projekte tash, nuk e di sakt, muj me pa atje nëse ku. Për mua hiç e rëndësishme vlera. Nëse shpërdoron edhe 1 euro, edhe 10 cent, je shpërdorues. Nëse vjedh edhe 1 euro, je hajn. Unë nuk ja kom pi as njonjit prej tyre, as edhe një kafe. Nuk kom marrëdhënie çfarë do qoftë ajo me secilin prej atyre që i kanë realizuar projektin. Colleson Production ka konkuruar për 5 filma mi bo, përkatësisht ekranizimin e tregimeve popullore. Ky ka qenë, unë nuk e kam përcaktuar madje as sa mjeta ata duan mi marrë, se komisioni i ka shqyrtu, komisioni që ju konsideru ma profesional, kulturës, e medjave, arsimit e kështu me radhë. A janë kthy mjetet? Ku? Në buxhetin e Kosovës, për shkak se nuk janë shpërndarë, nuk janë hap thirrje publike, nuk ka pas investime dhe pastaj ato janë kthy. Sa im une, jo, do me aq sa di une, as tash jo. Unë po shpresoj edhe një herë, që nuk e kanë ndaj strategji miope, nuk fshehet një strategji më pasme, e cila ka për qëllim ta ndaloj fondin, apo ta shkurajoj Prishtinën ose Tiranën, që mos japin fonde. Ndërsa Mehmeti për përfitimin e bashkëshortës së tij, shpjegon se e njëjta nuk ka aplikuar dhe nuk është në listën e përfituesve. Mirpo është ftuar për bashkëpunim nga një organizatë që ka marrë mjete nga këto fonde. Unë kështu po ta sqaroj ty. Një OJQ, X OJQ-ja ka përfitu e ka marrë 5.000 euro për shembull, ndoket 5.000, nuk më kujtohet. Edhe ajo, çajo OJQ-ja e ka kontraktu një aktore edhe një regjisore. Gruaja jeme është regjisore me profesion. Po. Pra prej këtyre fondeve në një projekt ka marrë pjesë edhe gruaja juaj edhe ka përfitu. A këto a mundemi me konfirmu? Po, kur që përmes dorës 2 ose dorës 3 ose qysh me thonën. Po me vlerë prej 500 eurove. Fondet e rëndësishme të qeverisë e Kosovës po pretendohet se po përdoren në Preshevë, Medvegje Bujanoc për të përkrahur politikanë të caktuar.
Skema është kritikuar nga politikanët lokal, ndërsa për të hetuar çështjen tashmë është dorëzuar një kallëzim penal në Prokurorinë Speciale të Kosovës. Prokuroria Speciale nuk ka ofruar të dhëna se ku janë me hetimet. Në ndërkohë, situata është shumë e rëndë në Kosovë. Miliona euro të buxhetit të Serbisë, të cilat investohen në vend, janë investuar në projekte të cilat kanë afera korrupsioni. Politikani lokal nga Leposaviqi, Rado Mirović, që mbajti për një kohë edhe pozicionin e zëvendës ministrit për kthim në qeverinë e Kosovës, ka denoncuar disa miliona euro të qeverisë së Serbisë, të cilat sipas tij u keqpërdorën në Kosovë. Naši građani su živjeli u jednoj potpunoj zabludi, a ja mogu da dokažem da su finansirane škole, zdravstvene ustanove, vozila su kupovana, ali po enormnim cenama. Dakle, finansirani su dupli projekti. Ja sam sa time hteo da upoznam kako građane Srbe, tako i Albance, da ih upoznam sa tim novcem kako se troši. Pa ispred sebe imam, ako dozvolite, evo jednu fakturu da vam pokažem. Ovo je recimo novac koji je potrošen za nepostojeće igralište u opštini Leposavić. Tada je bio gradonačelnik Zoran Todić. Dakle, ne postoji, u toj ulici to igralište ne postoji, to je iznos od 33.000 eura. A molim vas, ovo je nešto što je zaprepastilo sve nas Srbe. Dakle, opština Leposavić plaća slavu opštini Leposavić za iznos od 9.800 eura. Međutim, tog dana nije ta slava. To je klasična zloupotreba novca. Dakle, evo, pozivamo istražitelje, tužioce da se pozabave ovakvim dokumentima i da vidimo gde je taj novac otišao. Miliona që qeveria e Serbisë i ka investuar në Kosovë nuk janë transparente, ndërsa qeveria e Serbisë në asnjë rast nuk ka pranuar të ofrojë qasjen të dhënat e këtyre projekteve. Gazetari Kreshnik Gashi, i cili ka ndjekur përse afërmi disa prej këtyre investimeve, shpjegon se fondet përfunduan në llogaritë e kompanive të lidhura me njerëz të politikës, e më pas edhe u përdorën për të financuar politikanë të listës serbe. Për gazetarët edhe hulumtuesit e pavarur është pothuajse e pamundur me i gjurmu fondet të cilat Republika e Serbisë investon në Republikën e Kosovës, sidomos programet të cilat lidhen me subvencionim të çështjeve të sportit, artit, kulturës, po edhe me investimet kapitale. Pra, nuk ka një platformë ku gazetarët mund me hyrë dhe me pa dhe me kuptu se cilat fonde i ka investu qeveria e Serbisë në Kosovë në programet ndryshme. Ngjashëm nuk mund të as të gjurmohen pjesa e fondeve të cilat vinë dhe shkojnë ose trasohen në rrugë të ndryshme tek organizatat jo qeveritare të cilat operojnë në vendin tonë. Kjo realisht ka pamundsu punën e gazetarëve që me mri edhe me kuptu se qysh po menaxhohen këto fonde dhe qysh po përdoren fondet si të tilla. Qeveria e Serbisë në vazhdimsi ka refuzuar kërkesat, nuk është përgjigj në kërkesat për çastën dokumente publike në cilat kemi kërku me marrë dhëna konkrete se ku kanë shku këto mjete, e kjo ka pasur si pasojë një investim tjetër i cili është në vazhdimsi është bo tek ambienti politik në vend, pra parët të cilat kanë ardhur prej qeverisë së Serbisë, të cilat janë përdorur në Kosovë nëpërmjet kompanive të ndryshme, janë thjesht janë trasu pastaj te grupet të ndryshme të interesit e manej edhe janë financu partitë politike, sidomos lista serbe, e cila pastaj ka dëmtu demokracinë në vendin tonë dhe qysh e dini ka pas edhe akuza ose raste qysh ka qenë ai Banjës ku një pjesë e mjeteve të cilat janë marrë prej tenderëve, prej kompanive të ndryshme, sidomos kompanisë DDR, e cila tashmë akuzohet për financim të terrorizmit, janë përdorur për mi financu politikanë të ndryshëm. Pra, ajo çka mund me konstatu prej krejt kësaj është që parët e shtetit të Serbisë nuk janë transparente në vendin dhe mund më përdor për qëllime të ndryshme, ndoshta shpeshherë edhe jo të mira, pra jo për të mirë të komunitetit serb i cili jeton në Kosovë, mirë po për me prish demokracinë dhe për me e prish balancin i cili dashur mu financu prej këtyre mjeteve. Ajo që duhet me thonë për fundër fakti që këto mjete ish dasht me qenë aparate cilat investohen për mirëqenjen e qytetarëve serb në Kosovë, investohen për me zhvillu demokracinë, investohen për me zhvillu sportin, e jo paret e cilat duhet me kalu dhe me shku në gjepat e biznesmenve ose oligarkëve të cilat operojnë sidomos në komunat e cilat qeverisën prej subjekteve që është lista serbe.
Shikues të nderuar, kemi ndjekur operacionin e prokurorisë dhe hulumtimin për fondet e përdorura për investimet në luginën e Preshevës. Ne kaq kishim për sonte. Ju vazhdoni të na shkruani në kallxo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.